Nga zhvillimet sot në Kosovë, forcat e policisë përdorën sot gazin lotësjellës për të shpërndarë një grup prej rreth 100 protestuesish serb në veriun e Mitrovicës, të cilët kundërshtojnë rindërtimin e shtëpive të shqiptarëve në atë pjesë të qytetit. Zyrtarët e policisë thanë se me mbështetjen e forcave paqëruese gjendja është vënë nën kontroll. Autoritetet po bëjnë thirrje pjesëtarëve të komunitetit serb që të shmangin dhunën dhe të fillojnë integrimin në jetën politike dhe publike të vendit. Ka Prishtina njofton korespondenti ynë Leonat Shehu. Policia udhëzoi sot gaz lotësjellës për të shpërndarë një grup prej rreth 100 pjesëtarësh të komunitetit serb, të cilët po protestonin kundër rindërtimit të shtëpive të shqiptarëve në pjesën veriore të Mitrovicës. Zyrtarët e policisë thanë se janë dëgjuar edhe të shtëna, por e tëra ka kaluar pa dëmën e njerëz. Ata thanë se me mbështetjen e forcave paqëruese gjendja është vënë nën kontroll. Rindërtimi i shtëpive të dëmtuara gjatë luftës së vitit 1999 në lagjen e një orë si Kroj Vitakut filloi javën që lan pas me gjithë kundërshtimin e banorëve serb, të cilët nuk pajtohen me kthimin e fqinjve të tyre shqiptar në shtëpitë e veta, duke kushtuar atë me siç thuhet kthimin e serbëve në pjesën jugore të qytetit. Edhe 10 vjet pas luftës, Mitrovica vazhdon të mbetet e ndarë në dy pjesë, në veriun me shumicë serbe dhe jugun me shumicë shqiptare. Sipas planit të ish krye negociatorit të Kombeve të Bashkuara Marti Ahtisaari, në bazë të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës, Mitrovica duhet të jetë një qytet i bashkuar me 2 komuna. Autoritetet në Kosovë po bëjnë thirrje pjesëtarëve të komunitetit serb që të integrohen në jetën politike e publike në vend. Në këtë kuadër, Ministria e Arsimit shpalli sot në Prishtinë themelimin e komisionit të pavarur, i cili do të merret me rishikime plan programit mësimor për shkollat serbe në Kosovë. Ministri i Arsimit Enver Hoxha i tha se Kosova do të jetë një sistem integruar arsimor dhe themelimi i këtij komisioni shënon edhe shkëputje nga e kaluara. Do të jap kontributin tim maksimal që vërtet minoritetet ta kenë të drejtën qasjen e barabartë në arsim. Ajo se çfarë ka ndodhur kalurës i takon të kalurës. Puna ime është që ta ndryshoj thjesht tashmen edhe në të ardhmen, të zbatoj ligjet e Kosovës, kushtetutën e Kosovës. Komisioni përbën nga 3 anëtar të propozuar nga deputet serb të Parlamentit të Kosovës, 3 nga Ministria e Arsimit dhe një përfaqësues nga zyrat civile ndërkombëtare në Kosovë. Shefi i kësaj të fundit e cilësoi themelimin e këtij komisioni një ngjarje me rëndësi për procesin e integrimit të komunitetit serb. Unë besoj që komuniteti serb do t'i përgjigjet pozitivisht këtij projekti dhe jo të vazhdojë të shikojë në të kaluarën. Përfaqësuesi i komunitetit serb në këtë komision, Ivan Gjukanović, shprehu bindjen se programi mësimor që do të hartohet nga ky komision do të jetë i pranueshëm nga bashkombasit e tij. Ovo je prvi korak u pravcu rješavanja konkretnih problema na Kosovu. Ky është hapi i parë drejt zgjidhjes së problemeve dhe mendoj që është mirë që të kalojmë nga fusha politike dhe të tentojmë që të zgjidhim problemet konkrete, dhe në veçanti ato që kanë të bëjnë me popullatën e moshës së re. Tërë ky proces pritet të përmbyllet gjatë vitit 2010, kur duhet të fillojë të zbatohet në shkollat serbe, ku vazhdon të zbatohet programi i Ministrisë së Arsimit të Serbisë. Pjesëtarët e këtij komuniteti serb të mbështetur nga Beogradi vazhdojnë të kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës dhe rrjedhimisht edhe institucionet e saj. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.